Gjyla Belgjik. Përshëndetje. Më thuaj zonja Gjyla, Përshëndetje. përshëndetje ty, cila datë emocionon më shumë? Urime dita e 18 vjetërit të pavarësisë Kosovës. Faleminderit, urime edhe ty. Ju gëzoj për gjithmonë çdo të mirë e shnet e bekim e Kosova gjithmonë u rrit ma madhe e ma e mirë e me dashuri ndaj vetit popullit sajna. Faleminderit shumë zonja Gjyl. Sa Cila për datë? datën është 12 qershori, se na ka dhënë emocionet më të para të ma kur ka hinë ato. Po? Ushtria për tjok, ushtria kur kanë ardhë, ushtria natës kur kanë ardhë, se kanë zhdryt kamësarit. Po. Ç'e ke përjetu, ku ke qenë? Kam përjetu, ku kam qenë? Ku kam qenë në vendindje teme, kam qenë aty afër Zhakovës. Jam konë me familjen teme aty, edhe djali jeme ka ditëlindjen që atë ditë, e ka pasë 12 vjetë atëherë. Është një datë e veçantë shumë, edhe është shumë e mirëpritur për Kosovën, se e kem ditë se që atëherë për ne është një liri, një vazhdim jetë.